I menjëhershëm ka qenë reagimi i Partisë Socialiste përmes nënkryetares së Forumit Rinor Eurosocialist Ada Selimaj. Në deklaratë risjell në kujtesë Partisë Demokratike se ishte ajo që në filozofinë e saj kishte largimin e nxënësve dhe mësuesve nga shkolla për në mitingje, madje me regjistër emër për emër, ndërsa u vutheksi në faktin se koha e denigrimit të institucioneve shtetërore është mbyllur me 23 qershor, ndaj demokratët duhet të mos gabohen e të ngatrojnë të tjerët me veten. Është e natyrshme që Partia Demokratike të ndjetë e shqetësuar mbi takimet tona, por ama nuk është as pak e natyrshme që të përmbëllojnë andralla më përfshirje shkollash, sepse sigurisht, ashtu siç edhe Partia Demokratike e di, ne kemi një ndarje absolute mes filozofisë tonë mbi shtetin dhe filozofisë bërishiste absurd mbi shtetin. Nuk kemi ne ato që largojmë nxënësin nga shkolla për mitingje. Nuk kemi ne ato që me regjistra shkollash bëjmë antar partie. Nuk kemi ne ato që detyrojmë mësuesit të shkojnë në përmitingje partie. Nuk kemi ne ato që kërkojmë 5.000 euroshe për t'i dhënë mundësi punësimi mësuesve të rinj. Ne jemi ndryshe. Koha e denigrimit të institucioneve shtetërore ka mbaruar me 23 qershor. Koha e keqpërdorimit të shtetit shqiptar është mbyllur me 23 qershor. Dinjiteti i nxënësit dhe mësuesit kanë shkuar në vend. Kuptohet që ju mendoni që edhe ne duhet të jemi njësoj me ju, por gaboni rënd, shumë rënd. Sigurisht, struktura e Partisë Socialiste do të porritet çdo ditë. Sigurisht, struktura e fresh përshpërndahet në çdo fshat, sepse të rinj besojnë tek Partia Socialiste. Na prisni, sepse ky është vetëm fillimi i takimeve tona cep me cep të qytetit, rrethit e qarkut, dhe s'duhet të mërziteni kaq shpejt. Për sa i përket partisë tonë biologjike e përrallave të tilla me mbret, spionët e partisë i keni shumë në mesin tuaj, dhe as pak të vështirë për t'u gjetë. Nuk është as e ndershme të thoni atë që as nuk e besoni. Minimalisht, respektoni atë emër që mbani si parti me sjellje qytetare, sepse demokracia si koncept dhe politika juaj e përditshme nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetër në bazë.